Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Në këtë pjesë të dytë do të flasim për zgjedhjet lokale që u zhvilluan dje në Maqedoni të Veriut dhe për efektin që ato patën në politikën shqiptare, në politikën e shqiptarëve në këtë Republikë ish Jugoslave. Pavarësisht se u sponsorizua jashtëmase, përfshirë dhe Edi Ramën, për të pasur një kontinuitet, një vazhdimsi të primatit politik të Ali Ahmetit në mes të shqiptarëve të Maqedonisë, Ali Ahmeti duket se dje pati disfatën e parë elektorale pas 25 vitesh dominim. Dominim të plot të jetës politike të shqiptarëve të Maqedonisë. Çfarë ndodhi me zgjedhjet e djeshme? Si është pasqyruar, si të reflektohet vullneti i shqiptarëve në këtë republikë, cila është e ardhmja e tyre në kohën kur Maqedonia u thiqet nga shumicë me vota dominuese, ekstremisht dominuese të VMRO-DPMNE-s, sa hapësira ajo i lë përfaqësimit të shqiptarëve dhe mbi të gjitha cila është e ardhmja e kësaj republike të Maqedonisë, do të jetë pjesë e botës serbe apo do të vazhdoj proceset integruese. Për këtë kam, përveç kolegut Elton Meta, kam edhe 4 të ftuar të tjerë. Kam në studio ish ambasadorin e Shqipërisë në Shkup, zotin Arben Çejku, ambasador mirëmbrëma, kënaqësi që të kam sërish te 5 pyetjet. Kam dhe studiuesin e njohur të marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Geron Kamberi, mirëmbrëma, kënaqësi që jeni te 5 pyetjet. Faleminderit. Ndërsa përmes Skype-it do kem lidhje me Shkupin dhe me Tetovën, me Fejzi Hajdarin, e Lajmit dhe kolegun Seladin Gjezairi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Fejzi, mirëmbrëma Seladin. Para se të t'ju jap fjalën, do doja të shikonim në rezultatet që në komunat shqiptare ku është shpallur fituesi që në raundin e parë. Në Çajir, ku kandidonte Izet Mexhiti, kundërshtari kryesor i Ali Ahmetit, Izet Mexhiti fiton me 51.8% që në raundin e parë. Koalicioni Vlen, i cili mbështetet edhe nga Albin Kurti, ka fituar që në raundin e parë në Saraj, në Araçin, në Zhelin dhe në Tarës. Ndërkohë, koalicioni i drejtuar nga Ali Ahmeti, i BDI-s, ka fituar për herë të parë një komunë të vogël Çashk, që është një komunë multietnike, në Likov, në Pllashnic, në Vrapshtic dhe në Gostivar. Ndërkohë që edhe në vendlindjen e tij në Kërçov, në komunën e Kërçovës, zoti Ali Ahmeti del partia e dytë dhe rrezikon që në Kërçov të fitojë një kandidat i VMRO-DPMNE-s në raundin e dytë të zgjedhjeve. Por regjia, ju lutem lidhni me zotin Hajdari. Fejzi, si e shpjegon këtë rezultat? Ishte i pritshëm apo jo? Si e lexon ti? Nuk e di, regjia e kemi? Okej, më lidhni me Seladinin. Seladin, si e shikon këtë rezultat? Një rezultat i cili do thosha nuk është përfundimtar i lirë, kur shela për të ardhmen e zotit Ahmeti, kujtoj se të paktën që duhet pritur balotazhin që zhvillohet më datën 2 nëntor dhe atëherë do të ndahet shapi nga sheqeri, për shkak se në momentin që po flasim, po të shikohet vota popullore, ajo që i jep legitimitetin një subjekti politik, diferenca mes Aleancës Kombëtare për Integrim dhe grupimit politik Vlen është diku, në mos gabohem, mbi 20.000 vota. Dhe kjo mbase më jep të drejtë për këtë që them se duhet pritur epilogun e balotazhit dhe atëherë përfundimisht
do të përcaktohet fituesi apo humbësi i këtyre zgjedhjeve. Në gjykimin tim janë 3 zhvillime që u dhanë vull këtyre zgjedhjeve të së dielës. Përmendet komunën e Çashkës që ndodhet në Maqedoninë qendrore dhe ku për herë të parë është zgjedhur kryetari i kësaj komune nga shqiptarët, për shkak se për teleshikuesit tuaj në këtë komunë shqiptarët përbëjnë mbi 50% të popullsisë. Një zhvillim tjetër është se të qëndrojmë pak te kjo, sepse betejë kryesisht ishte përqendruar në 2 komuna, në Çajir edhe në Tetov. Dhe në Çajir për kryetar komunash. Urdhëro për kryetar komunash. Për kryetar komunash. Ndërkaq që në mos gaboj në Çajir zoti Mexhiti ja ka dalë të marrë edhe këshillin e komunës dhe në gjykimin tim një arritje e këtyre zgjedhjeve është se pikërisht grupimi politik Vlen tani më e ka liderin e vet, për shkak se ky grupim politik në momentin që po flasim përbëhet nga 5 subjekte të quash që janë në një koalicion në pushtet dhe unë pres që zoti Mexhiti në të ardhmen e afërt kur Vleni të regjistrohet si subjekt politik të jetë në ballë të tij. Qëllimi i Ali Ahmetit ishte që të provokonte zgjedhjet parakoshme dhe këto zgjedhjet e ditës së djeshme i konsideronte referendum. A dështoi ai apo jo? Po, ende përsëri po them se është heret për shkak se Ali Ahmeti, përkatësisht koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, për nga vota shqiptare i ikën grupimit politik Vlen me diku 20.000 vota. Shto kësaj edhe fitoren absolute të VMRO-DPMNE-s në kampin politik Maqedonas, mbase për këtë do t'jetë më interesuar vetë kryeministri Kristian Mickoski, që është kreu i VMRO-DPMNE-s, për të aquar vendin në zgjedhje të parakoshme në mënyrë që të shfrytëzoj këtë disponim të elektoratit, për shkak se po të merren numrat edhe zotit Mickoski, pra VMRO-DPMNE-s në raport me zgjedhjet e përgjithshme të para 15-16 muajve kur u mbajtën, i ka rënë vota në kampin Maqedonas dhe tani kemi një ngritje të një partije parlamentare, por që nuk çonte shumë pesh në kantar të ashtu quajturës Levica, pra e Majta, ndërkohë që te bloku kampi politik shqiptar do të vazhdoj betejë për të konfirmuar legitimitetin dhe zgjedhjet e parakoshme do të identifikonin fituesin dhe humbësin në radhë të parë tek kampi politik shqiptar. Okej, Seladin, falenderoj. Falenderoj që ishte edhe 5 pyetjet. Ishte kënaqësi, gjithë mirat. Ambasador, një lexim të shpejtë të asaj që ndodhi dje në... Së pari, në krahasim me zgjedhjet që zhvillojmë ne, zgjedhjet në Maqedoni janë një tregues pozitiv në tërësinë e tyre për mënyrën e zhvillimit fushatës, mënyrën e menaxhimit të votave dhe daljen e rezultateve. Pra kemi një shembull për të marrë, sepse shpeshherë marrim vetëm Kosovën, po duhet marrim edhe Maqedoninë e Veriut. Zgjedhjet e tjera ka pasur tensione të jashtëzakonshme në Maqedoni. Ndryshe nga shpritej, këto zgjedhje nuk patën ato tensione që parashikoshin që mund ndodhin, por rezultatet në tërësinë e vet nxjerrin e paherë
përçarjen e madhe ndër shqiptare. Është për të ardhur keq që faktori politik shqiptar në tërësi ose roli i shqiptarëve në Maqedoni edhe me këto zgjedhje tregon që ka një rënje dhe një ndikim politik edhe nga VMRO DPMNE, cila në disa rajone është bërë mbështetëse me vota e disa partive, kryesisht partive që janë në koalicion me Vlenin. Humbja e komunës Kërqovës nuk mund të barazohet me fitoren e komunës së Qashkës. Komuna e Qashkës është e rëndësishme, që fitohet për herë të parë nga një shqiptar, por nuk mund të bëhet një balans midis rëndësisë që ka Kërqova dhe Qashka. Çfarë ndodhi në Qashkë dhe në Kërqovë është pikërisht ajo që po them përçarja. Në Qashkë Vleni nuk nxori kandidat dhe e la vetëm një kandidat shqiptar dhe vota shqiptare unifikua dhe ai fitoi. Në Kërqovë kandidati Maqedonas është para votës shqiptarëve për shkak se vota shqiptare u nda në mes, në 2 dhe 3 pjesë. Në tërsinë e vet BDI-a mbajti votën politike pak a shumë siç tha Seladini, por dëshmoi një paaftësi për të lexuar rezultatin e zgjedhjeve parlamentare dhe mungesën e një reflektimi partijak, politik, por figurat e veta. Luti me disa figura të konsumuara dhe rasti i Çajirit ishte rasti tipik ku kandidati i BDI-s ose i AKI-s, sepse një problem vetë është edhe koalicioni i BDI-s me të tjerët, nuk e dim se sa ka funksionuar, kam përshtypjen që nuk ka qenë një funksionim dhe një ngjizje e natyrshme, ishte një ngjizje e sforcuar, ndërkohë që Vleni u reflektua më i unifikuar, më i natyrshëm përballë BDI-s. Dhe qëllimit ishin të qarta, ajo ideja një referendumi politik edhe për të mos ishte artikuluar ishte aty, pra Vlenit i duheshin votat për të dëshmuar fuqinë e vet dhe për të justifikuar qeverisjen me VMRO-n. Në anën tjetër, BDI-s i duhej një rezistencë për të më shkuar më poshtë. Për shembull, më ka bërë përshtypje gara në Çajir, ku zëvendës kryeministri i parë, zoti Mexhiti, po që kostumin e zyrtarit, themi të zëvendës kryeministrit, dhe zbriti në terren si një njeri i zakonshëm në përditshmërinë e Çajirit, cilin e njeh shumë mirë, kurse kandidati i BDI-s mbeti në kompleksin e zyrtarit që shoqi kollare. Ministri i jashtëm. Po, mbeti ministër i jashtëm si kandidat në Çajir. Dhe unë mendoj që zoti Ahmeti duhet të lexojë në tërësi rezultatet e këtyre zgjedhjeve që mund të ishin edhe më negative për të, sepse nuk është se ka patur ndonjë ndryshim që të themi ne që BDI duhet dilte më mirë. BDI duhet dilte më mirë nëse do sakrifikonte disa figura, do të hapte derën për figura dhe ide të reja. Nuk mund të fitohet gjithmonë me mbështetjen e Tiranës, por as me sulmet as justifikimet me mbështetjen e Prishtinës për njërin krah. U duk qartë. Pra nuk funksionoi mitingu i së premtes. Nuk do ta kisha minimizuar sepse ishte një miting ndjenin time që u bë për të adresuar një mbështetje për Hagën. Vjetra mira njerëz që mbushën sheshin për atë kishin ardhur, por mënyra se si disa organizator, vetë zoti Ali Ahmeti, se edhe për Parim Rama i LDK-s doli tifoz i jashtëzakonshëm i UÇK-s, ne shikoja që shkonte pafund afër djalit të Thaçit për të kapur dhe ai një fotografi. Ajo është një çështje tjetër, mund ta diskutojmë, po flas vetëm për zotin Ahmetin, nuk pash që kishte shumë të ardhur nga Maqedonia. Nëse do të ishte ashtu, do të ishin shumë njerëz të BDI-s në shesh dhe do të kishte një prezencë të qartë. Nuk dua ta abuzoj atë, unë mendoj dhe besoj që ishte një protest për UÇK. Nuk e shikon një përplasje në këto zgjedhje mes Ramës dhe Veliajt? Por nuk e përjashtoj fare atë që është... Ata lanë fushatën, ditë fundit fushatës dhe erdhën në Tiranë. Është një betejë që po zhvillohet mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës edhe në Maqedoni, ku është e qartë që Albin Kurti po përpiqet të formësoj një formacion politik me të cilin tjetë në një koalicion dhe një aleancë politike dhe të ketë ndikimin e vetë në Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që po përpiqet të largoj Edi Ramën, qeverinë e Tiranës, nga marrëdhënia dhe nga ndikimi në Maqedoninë e Veriut. Pra, këtu është një betejë që është zhvilluar në Prapasken dhe unë di që ka patur njerëz në terren. Por kjo është një çështje që njerëz në terren për çfarë?
për të ndihmuar shtabet elektorale. Jo, nuk ka asgjë konspirative. Jo, nga Partia Socialiste shkonin për të, ose nga qeveria shkonin për të ndihmuar Ali Ahmetin. Di që kanë shkuar nga Kosova, por nga Shqipëria nuk kam ndonjë të dhënë. Por di që Shqipëria ka luajtur rolin e vet publik, me pritjet që i ka bërë, ishte më duket para ca ditësh, ishte zoti Ahmeti, ishte edhe në Tiranë, që ka bërë takime. Tirana e ka shfaqur, Tirana zyrtare, po them, e ka shfaqur hapur mbështetjen për zotin Ali Ahmeti, edhe marrëdhëniet me qeverinë e Maqedonisë kanë patur një ngërç dhe një pritje për të parë se si do të rikonfirmohet fuqia politike e zotit Ahmeti. Dhe gjatë kësaj periudhe kemi parë shumë pak vizita, shumë pak marrëdhëniet kanë qenë shumë të cunguara, dhe ndoshta pas këtyre zgjedhjeve vërtet duhet të rikthehemi në një marrëdhënie normale me qeverinë e Maqedonisë, sepse në fundit marrëdhëniet ndërshtetërore nuk duhet të partizohen, nuk duhet të hyjnë në kostumin partijak. Dhe ajo çfarë po ndodh mes Tiranës dhe Prishtinës, që është një rast pa precedent, nuk ka ndodhur më përpara, që të kemi një ngrirje dhe një mosmarrëdhënie të tillë, pa marrë parasysh shkaqet dhe aktorët, po marrë parasysh vetëm atë çfarë ndodh. Ndjehet që ka një ftohje në marrëdhëniet mes nesh dhe një garë se kush do të ndikojë ku. Prishtina po përpiqet dhe ka gjetur me sa duket aleatët e vet tek Vleni, një koalicion partish që kërkon të formësohet si forcë politike dhe tek BDI-ja, e cila është një parti që po lufton në mbijetesë, por nuk i ka mjaftuar, koha tregon që nuk i ka mjaftuar mbështetja nga Tirana dhe mbështetja e kryeministit Rama nuk i është përkthyer në vota. Pra zoti Ahmeti duhet të kuptojë përfundimisht që forcimi i partisë vet ose mbijetesa e tij politike nuk është në Tiranë, po është në terren atje ku e ka filluar, atje duhet ta përmbyll dhe duhet të shikojë njerëzit që ka, do të shikoj idetë që ka dhe do të kërkoj edhe ndjes për disa gabime në qeverisje, sepse dalja nga qeverisja qendrore nuk u shoqëruar me një analizë të mirëfillt dhe të sinqert me elektoratin, por edhe brenda radhëve të partisë. Pra pati një lexim sipërfaqësor të asaj çfarë ndodhi me qeverisjen qendrore dhe e vërteta është që Miskovski me shumë mençuri po punon të fuqizoj Vlenin në nivelin lokal dhe të dobësoj në nivelin qendror, pra duke ja minimizuar fuqinë politike në qeverisjen qendrore dhe duke i dhënë projekte dhe duke i financuar dhe duke i dhënë dhe koalicion votash në qeverisjen lokale. Pra federalizimi elektoral i Vlenit ose i partive shqiptare është një projekt i vërmëros, shumë i rrezikshëm, i cili përpiqet që ta devalvoj komplet fuqinë ndikuese të shqiptarëve në drejtimin e Maqedonisë. Duke lënë anash zotin Ahmeti dhe fuqinë e tij apo profilin e tij, mund të them këtu që fitoria e VMRO-s, fitoria kryesore është zhvlerësimi i fuqisë politike në Shkup, në qendrën kryesore të vendit, pra në qeverisjen qendrore dhe largimi i zëvendëskryeministit të parë, duke ikur nga aty për të marrë një komunë shumë të vogël, më shumë ka probleme se sa ka. Lagjen e vjetër të Shkupit. Është një nga lagjet dhe rajonet më problematike, më të mbipopulluara, më të varfra, më pak të investuara dhe më të keq trajtuara dhe ka një lloj segregacioni dhe një ndarje, të themi, të asaj komune. Edhe fizikisht që tek ura, duke sikur e ndan, sikur kalon në dy epoka. Edhe mënyra e ndërtimit, ai është projekti 2014 që ishte një projekt i Gruevskit, por që është bërë shumë më i rrezikshëm edhe me vëmëron e Mickovskit. Nëse lexojmë përtext kësaj çfarë ka ndodhur me kryetarën në fundit, për ne nga Tirana, shqiptar janë ato, si fitoi ky Vlenit, si fitoi Bilal Kasami, si Bilali, si ai tjetri, ose pak a shumë shqiptar do jenë. Humbja më e madhe është Kërçova, që duket që është një humbje shumë e madhe se vota është përqarë shumë keq. Por në tërësi për ne shqiptar janë ato që menaxhojnë. Por ne e rëndësishme është se ku janë shqiptarët në raport me pjesën tjetër që qeverisë Maqedoninë e Veriut dhe duket qartë që Miskovski ka projekt dhe e ka vënë në zbatim tendencën për ta zhvendosur fuqinë politike të shqiptarëve, që ai të mos i ketë problem në vendimarrjet kryesore në Maqedoninë e Veriut dhe
partia e tij nuk e fal faktin që Ali Ahmeti dhe BDI ishin negociatorët kryesorë edhe në raport me Greqinë, edhe në raport me NATO-n, edhe për çështjen e emrit, edhe për Cila do flasim bashkë me zotin Kamberi më pas për këtë vokacionin. Regja, ju lutem më lidhni me Kreshnikun. Kreshnik, si e lexon këtë rezultat? Ose më saktë, se kishim një miting që njerëzit u thirrën për UÇK-n, por përfundoi për shumë sy vëzhgues si mitingu përmbyllës i Ali Ahmetit, që po ja organizonte Edi Rama. Po, unë në ratë pare vlerësoj, e lexoj votën e djeshme në Maqedoninë e Veriut si një fitore pastër e lëvizjeve nacionaliste maqedonse me efekt dhe ndikim serb, dhe nga ana tjetër paka shumë edhe të partive të cilat vetë ajo ka orientuar që duhet forcoheshin në pushtet lokal. Nga ana tjetër, Tirana dhe Prishtina padyshim kanë ndërhyrë, po më shumë i kanë bërë dëm me ndërhyrjen e tyre, sidomos mitingu i para 3 ditëve në sheshin Skënderbej, mendon nuk ka pas asnjë efekt, është një kujtesë shumë e vonë për të bërë sikur e ndihmojnë Ali Ahmetin, kur është dashur për të ndihmuar dhe për të bashkuar faktorin shqiptar, mendoj që Tirana ose ka qenë e vonuar, ose ka qenë e paqartë, ose ka qenë e njëanshme, dhe mendoj që jo vetëm që nuk ka ndikuar, por ka pasur efekt negativ, ashtu siç ka pasur edhe Prishtina, e cila nuk e kuptoi pse mbështet ata jo që ata Albin Kurti mbështeste, ata fituan. Po fituan me votat e VRM-s. Jo, pra qofse po fituan qikosh për shembull Çajirin, nuk ka fituar vetëm në komunë, kryetari i komunës, ka fituar edhe në këshillin komunal. Pra që duket që është vote pastër e shqiptarëve. Në rat, dëgjoj, e para nuk jam duke mbështetur njërin krahas shqiptar. Unë mendoj që të dy, pak në të gjithë fraksionet politike, të gjitha grupimet politike shqiptare kanë dështuar dhe kanë çuar ujë në interes të konjunkturave gjeopolitike maqedonse apo serbe, sepse vetë duke qenë të ndarë, vota e tyre nuk ka qenë solide, dhe nuk jam këtu për të mbështetur Ali Ahmetin, përkundrazi. Unë do të prisja që Ali Ahmeti sot jepte dorëheqje, sepse Ali Ahmeti pas 25 vite nga lufta po tregon që atë parti të cilën e pati për shumë vite në pushtet, tani do e çojë gjithmonë më tepër drejt rrudhjes dhe do e ketë pamundur ta forcojë dhe ta kthejë në pozitat e mëparshme. Ajo parti ka nevojë për një trashëgimi të sigurt politike, sigurisht që nuk do ketë një garanci për forcim, por një gjë është e sigurt. Nëse Ali Ahmeti do të qëndrojë me gjithë xhaketat dhe kastën e vjetër të asaj partie, pa lejuar hapjen, pa lejuar zgjerimin, pa pasur tendenca të një rigrupimit të fortë shqiptar, ajo parti do të shkojë drejt degradimit, njësoj si shkoi partia me mbyllfaq. Dhe në tërësinë e vet do të përfundoj dhe si Partia Demokratike e Shqipërisë, e cila me të njëjtën strategji nuk pranon të hapet, nuk pranon të ndrojë leadership dhe do të ketë pozitat gjithmonë drejt rrudhjes dhe drejt degradimit. U besoj se mënyra që si janë ndarë votat në zgjedhjet e djeshme është mënyra që i shkon më shumë për shtat palës maqedone. Pra pjesëtimi pothuajse i barabartë i votave mes dy koalicione shqiptare është mënyra që shkon më për shtat partisë që udhëheq qeverinë. Në këtë kuptim, Pala Maqedone ka interesit maksimal që të ketë një aleat shqiptar në qeveri sa më të dobët, dhe mënyra se si janë pjesëtuar votat me një investim qoftë dhe indirekt të VMRO-s për ta ndihmuar vlenin në një pjesë caktuar, unë besoj që është një marrëveshje që shkon më gjatë se kaq. Në rastin e do të kemi zgjedhjet parakoshme, mund të kemi jo sepse do të Ali Ahmeti pati sukses dhe provokoi zgjedhjet e parakoshme. Mund të kemi për arsye tërësisht të tjera, sepse zoti Mickovski ndihet më i fuqishëm se kurrë sot për të shkuar deri në zgjedhjet parakoshme dhe për të konsoliduar mazhorancën e tij. Në këtë kuptim, me këto zgjedhje hapa një cikël shumë i gjatë dhe jo i favorshëm për BDI-n, që duhet të lexuar drejt. Në rast se do të ketë kokëforci dhe këmbgulje për të vazhduar te kjo rrugë, unë besoj që BDI-ja
do të hyjë në një cikël të vazhdueshëm rënjesh, do të jetë shumë e vështirë që të ndroj marrë. E bëri ciklin e vetë, se mbaj mendon ka pasur partije para atëre, mos gabojmë që e prosperitetit. Partia Prosperitetit. Pastaj që Partia Demokratike e të madhit Arbër Gjaferi. Pastaj do në filloj të dominoj këto 25 vjetë të fundit Ali Ahmeti. Tani mos e ka bërë ciklin dhe... Në sportit ka një shprehje të famshme që duhet parë momenti kur duhen varur këpucët ngosht. Dhe politikë pothuajse vlen njëjta gjë. Vazhdimi me kokëforci i një rrugë të caktuar që ti e kupton që të çon drejt rënies dhe drejt humbjes është një dështim gjithnjë më i madh. Në këtë kuptim faktori shqiptar atje por fat keq edhe indikuar ndryshëm nga Tirana dhe nga Prishtina, pra me dy tërheqje të kundërta, është në momentin e vet më të keq. Unë besoj se ndikimet që ka Tirana dhe Prishtina duhet të zgjidhen mes Tiranës dhe Prishtinës për të mos të adopsuar faktorin shqiptar. Në rast se do të jetë kjo tërheqje me dy pole, pra zoti Kurti tërheq një copë të tij, zoti Rama një copë të tij, unë besoj që në këtë mënyrë po e ndajmë faktorin shqiptar në mes dhe po japim mundësinë palës maqedonëse të hyjnë. Ndar ka qenë se ka qenë opozit gjatë gjithë kohës. Ka qenë të ndar, po jo me këto raporte pra. Ka patur një parti politike shqiptare më të fuqishme, si në numra, ashtu dhe në emër. Po mos është do unë që kjo u prish balanca tek pala maqedonase, ku kishte një diferencë të ngushtë mes pozitës dhe opozitës, dhe gjithnjë ai që fiton të zgjedhjen i detyrohej për shkak të numrave të t'i shtrinte dorën partisë shqiptare, ndërsa në këtë rast apo jo. Shpesh ka pas dhe koalicione parazgjedhore në Maqedoni. Në Maqedoni, vetë Republika Maqedonisë Veriut, siç quhet tashmë, që me shpalljen e saj të pavarësisë në 8 shkurt të vitit 91, vitin tjetër Maqedonia bën 35 vjet si një republikë e pavarur mbas përbërjes së Jugosllavisë, ka pasur gjithmonë një interes të shtuar të faktorit ndërkombëtar për ruajtjen e stabilitetit Maqedonisë. Dhe nga gjithë republikat e tjera që u shpërbën apo që dolën nga Federata Jugoslave, Republika Maqedonisë ka pasur vëmendjen kryesore. Jo rastësisht në Republikën e Maqedonisë Veriut për herë të parë sa për shpalli pavarësinë, aty u vund trupat e UNPROFOR-it, kanë qenë trupa amerikane dhe trupat të Kombeve të Bashkuara për të ruajtur çdo përshkallëzim të konfliktit, veçanërisht midis faktorit. Trupat e para që u vendosën në jysh Jugosllavi. Absolutisht, dhe ka qenë e vetmja republikë që arriti të shpëtojë një shpërbërje përveç Slovenisë, një shpërbërje pra një konflikti të brendshëm, megjithëse kishte 35% të popullsisë ishin shqiptarë. Etnikisht më afër luftës ndoshta se çdo republikë tjetër. Dhe megjithëse marrëveshja e orit e 13 gushtit 2001, si thuaç, krijoi kuadrin jo vetëm kushtetues, por edhe një kuadër të bashkëpunimit politik në mënyrë që shqiptarët do të kishin shumë tepër të drejta që u pasqyrua edhe në ndryshimin e kushtetutës, faktori politik shqiptar, i cili duke që ishte paksa më unifikuar mbas shpalljes pavarësisë me Partinë e Prosperitetit Demokratik, e cila erdhi gradualisht deri paktën nga viti 97 kur grupi i Mendu Thaçit edhe i Arbër Xhaferit u shkëput dhe krijoi Partinë Demokratike Shqiptare. Krijimi i partisë së zotit Ahmeti në 5 qershor 2002, gati një vit mbas marrëveshjes orit, e ndryshoi peizazhin politik të partive të shqiptarëve të Maqedonisë. Për një farë kohë ata kanë pasur një lloj dualizmi me Partinë Demokratike të shqiptarëve të Maqedonisë që udhëhiqesh nga zoti Xhaferi dhe zoti Thaçi, por më pas, madje që në zgjedhjet e 2002-shit, s'kishte as pak muaj që partia e zotit Ahmeti ishte krijuar, ajo u fut në koalicion me Lëvizjen Social-Demokrate Maqedonëse të ministrit Çovski dhe arriti të fitojë zgjedhjet, pastaj në 2006 doli në opozitë. Pra, edhe vetë faktori politik shqiptar, du të dalë tek ajo që po thoshte Arbeni pak më parë, është përpjekur që të spikas sikur ka qenë në kushtet e një situate krejtësisht normale. Në një situatë po thoja ideale, nuk do të kishte asgjë të keqe raporte apo konkurenca e partive politike në një sistem demokratik, por në rastin e Republikës Maqedonisë, faktori shqiptar, paktën për shkak të atyre objektivave që i ka vënë vetes edhe në të ardhmen e Republikës Maqedonisë, por edhe peshës që duhet ketë për të garantuar dhe për të fuqizuar të drejtat e tij, do t'i duhet të ndjek një qasje tjetër, pavarësisht se ne këtu nga të paktën nga ajo çfarë përfaqësojmë do ta kemi pak të vështirë për të japim këshilla për partitë shqiptare të Maqedonisë apo faktorin politik shqiptar në Maqedoni, i cili ka tashmë një traditë,
ka përfaqësuesit e tij politik, por realiteti është ky që ne përjetojmë sot. Dhe për të dalë tek rezultati i zgjedhjeve që u përmendët pak më parë, në politik ka një moment që matematika vendos, dhe ky moment janë zgjedhjet. Pra deri në momentin që vjen zgjedhjet, një politikan mendon më shumë për strategji apo taktika, po ditën që do ka përballjen në finale, është matematika që vendos dhe çdo gjë tjetër, si thua më pas, lihet në hije. Ajo çfarë vlen të theksohet tashmë është dhe një ngërç që ka edhe vetë Maqedonia me procesin e integrimit. Paktën në procesin e integrimit. Do flasim për atë, do flasim tërësisht në 20 minutat e fundit. Është shumë po diskutojmë për çështjen e leadershipit këtu dhe duket qartë që pas 20 e ca vitesh në drejtimin e BDI-s, por edhe involvimin aktiv të zotit Ahmetit në qeveri, se sigurisht që do të kishte një konsum, ka një konsum, dhe gjithë pesha e BDI-s, gjitha problemet e saj, qeverisja, kesh qeverisja, mirë qeverisja, çdo gjë ka kaluar mbi të. Dhe sido që dhe ishte, pas 25 vitesh, natyrisht ka momente dobësie, por në anën tjetër, do të ishte shumë interesante të kishim një leadership të qartë. Ajo çfarë unë e shoh si problem është se nëse këtej te BDI-a kemi një lider i cili po tregon pamundësi menaxhimit më teshëm ose rifreskim të partisë, në anën tjetër do dukej që të paktën gjatë kësaj periudhe që kur fituan zgjedhjet edhe tani, do të kishin zgjidhur një nga problemet kryesore që lidhet me leadershipin e tyre. Dhe unë personalisht në biseda informale, miqësore, ja kam bërë qartë që një nga sfidat tuaja kryesore si vlen është që duhet të mendoni kush do të udhëheq këtë grupacion politik, sepse nuk mund të shkohet. Por nuk mund të jetë ai që i pari mes barabartëve të jetë ai që merr më shumë vota? Jo, shiko tani, ka një gjë. Nuk mundet tani që tre më të fortët të ndahen dhe të shkojnë të marrin komunat. Për shembull, Izet Mexhiti, nga zëvendës kryeministër, nga një kandidat i mundshëm për ta drejtuar Vlenin, shkon edhe me një copë të vogël pushteti që nuk ka rëndësi a e lehtësoi Mickovski apo jo. Bilal Kasami, pas 2 mandatesh në qeverisin e Tetovës, normalisht duhet të projektonte veten edhe do të sfidonte veten si kryetari edhe i partisë për t'ia lënë dikujt tjetri. Pra këtu nuk kemi edhe mundësinë për të lënë pasardhës. Pra Izet Mexhiti ka dështuar të gjejë një njeri në Çajir. Bilal Kasami ka dështuar të gjejë një njeri në Tetov. Ai tjetri ka dështuar në Gostivar. Pra po t'i shohësh me radhë, liderët shqiptar kanë edhe ca probleme me leadershipin. Dhe kjo në pamje të parë duket normale sepse secili mund të fitojë avantazhi i Vlenit, dhe të marrë diçka. Turimi me 3 koka mund të jetë dhe një avantazh i Vlenit në raport me krahun tjetër ku ka një lider absolut. Uroj të jetë avantazh, por ka një gjë. Energji përballë fuqisë absolute të VMRO-s. Kjo ndarje, ky dualizëm apo ky grupacion themi në tresh, ka dëshmuar dhe do të dëshmojë një lehtësi manovrimi. Pra kjo është tipike se si mund të përqahet fuqia politike shqiptarëve. Po marrim rastin e ndryshimeve kushtetuese apo çështje të tjera që lidhen me kushtetueshmërinë e drejtave të shqiptarëve apo me probleme të ndryshme. A është më e lehtë për ata të merren vesh duke i përqar apo duke qenë një përfaqësues i tyre? Unë nuk po them që zoti Ahmeti të jetë i pazëvendësueshëm. Unë nuk po them që cili prej tyre mund të jetë drejtuesi i Vlenit. Por shikoni, do jemi prapë përballë zgjedhjeve të tjera. Dhe çështja është se kush i përfaqëson shqiptarët, kush merr përsipër të themi sfidat dhe përgjegjësitë. Se është shumë e lehtë thuash unë fitoj këtë komunën edhe okay në rregull. Problemi është se në nivel shtetëror kush do të jetë ai që do të ballafaqohet me fuqinë e që të vjen nga përballë, sepse ka një gjë Ilir. Maqedonia në drejtim të raporteve ndëretnike ka bërë hapa shumë të rrezikshëm mbrapa. Mungojnë studime dhe analizë. Pikërisht për këtë dua të pyes, sepse një nga argumentet kryesore të zotit Ali Ahmeti ishte donë që kjo shumicë qeverise e Mickovskit, e VMRO-s, po i shkurton, po i ngushton të drejtat kombëtare të shqiptarëve. Është e vërtetë? Shiko, unë do preferoja që, meqenëse është situatë shumë politike, do preferoja që këtë pjesë ta lë anash dhe të ulem në nivel social, në nivelit qytetar. Hendeku midis shqiptarëve dhe maqedonësve është duke u thelluar gjithnjë më shumë. Marrim arsimin, gjuhën. Pra, maqedonët edukohen dhe vazhdojnë të koordinohen mes tyre si etni maqedonëse, të rrezikuar
ndoshta ndonjëherë edhe nga presioni bullgar apo më parë ishte presioni grek, por gjithmonë edhe nga hapësira ndërshqiptare, nga ajo që mund ta konsiderojmë mahalla shqiptare, neighborhoodi shqiptar. Pra, edhe përballë kësaj, ato ndjejnë nevojën e një unifikimi dhe fakti që mbështesin një parti me program nacionalist, me një parti që thotë do të korrigjojmë gabimet e së kaluarës, tregon që ka një kompleks frike përballë etnive të tjera. Dhe kjo çfarë ka bërë? Ka bërë që ata të mos kenë asnjë dëshirë për të mësuar shqip ose për të komunikuar kulturalisht, shoqërisht, intelektualisht, e kështu me radhë me pjesën që bashkëjetojnë. Në anën tjetër, shqiptarët, brezi i ri, në 2001-shin, ishin të tjerë njerëz ata që ishin 20 vjeçar, 30 vjeçar, 40 vjeçar, 50 vjeçar, të cilët kishin punuar në ndërmarrje të përbashkëta, dinin gjuhën maqedone, përfaqësuesit politik dinin maqedonisht e tjerë, mësonin në shkolla e kështu me radhë. Sot tendenca, dhe do është edhe normale, po tendenca e të rive është për të mësuar më mirë gjuhë huaj anglisht, se sa të mësojnë maqedonisht. Pra, nuk e kanë tendencën dhe dëshirën, nuk ka projekte që i nxit një komunikim. Pra muret sa më shumë po ngrihen, po dhe ajo çfarë më bën përshtypje është mungesa e studimeve dhe kërkimeve të mirëfillta të pavarura shkencore për të parë se ku po shkojnë dy etnitë ose edhe më shumë, po sidomos dy etnitë kryesore. Nuk po hy këtu ke çështja fetare, po hy ke pjesa sepse edhe në shkolla edukimi fetar që bëhet është shumë dallues, pra nuk është një edukim i përgjithshëm. Lënda që kanë ata është një edukim jo gjithë përfshirës. Pra ato e ndajnë, pjesa maqedone ndjek edukimin fetar për kishën ortodokse, këta për xhamin dhe këto fenë islame. Pra edhe këtu nuk është menduar një projekt që ti përbashkoj, por është një projekt që edhe aty fëmijët që aty fillojnë edhe fetarisht në aspektin e konceptit të ideve fetare ndahen dhe pastaj në praktikën e përditshme dhe nuk kemi në një ndarje të mirëfillt të pushtetit dhe të përgjegjësive. Shumë pak shqiptar kanë marrë dhe kanë përgjegjësi, kanë detyra dhe poste, kur vjen një parti dhe shkon një tjetër, kanë poste, kanë formalisht mbushin ato numrat, por nuk kemi një ndarje të mirëfillt të pushtetit. Dhe në një të ardhme të afërt, unë shoh rrezikun shumë më të madh se sa çështja e politizimit të këtyre zgjedhjeve, nëse një parti po zvoglohet apo një parti tjetër shqiptare po forcohet. Ajo që është shqetësuese dhe përmendi pak Geroni, pra ajo republikë që u nda pa konflikt, në fakt e pati një konflikt shumë të rrezikshëm në 2001 dhe ishte hartat e ndarjes së vunët ryes. Sot, çfarë po bën udhëheqja maqedone? E kompleksuar nga presioni bullgar, por shikon rrezikun edhe tek shqiptarët, edhe po përpiqet t'u japi pushtet lokal, t'i vërë në gjumë edhe të nxjerrë edhe parullën e turpshme që shqiptari i mirë është ai shqiptari që më shërben mua, shqiptari i keq është ai shqiptari që kërkon më shumë të integrohet, të ketë më shumë të drejta nacionale kështu me radhë. Nuk e kuptojnë që pa shqiptarët nuk mund të ketë Republikë të Maqedonisë së Veriut. Është iluzion dhe është përdorim shumë i rrezikshëm ky që bën Mickovski, ashtu siç e bëri Gruevski. Shiko, unë kam përjetuar një kohë të gjatë të gjithë devijimin e kursit nga Ti ka qenë ambasador në kohën e Gruevskit? Po, në periudhën më të vështirë. Atëherë kur u bë dhe enciklopedia e turpshme. Atëherë kur u bë dhe projekti i famshëm Shkupi 2014. Ka reminiscenca nga Mickovski tani? Absolutisht, po kjo është e rrezikshme sepse ato po thonë që ne kemi bërë gabim. Është e njëjta pak a shumë paralele me Putinin që thotë ne bëm gabim në 91-shin që e lëm të shpërbëhet federata dhe këta thonë ne bëm gabim që ne bëm një marrëveshje me Greqinë, sepse po kush ishin ata që na bën presion, ishin në koalicion shqiptarët e Ali Ahmetit, ose shqiptar, nuk ka rëndësi, Ali Ahmeti nesër mund dalin nga skena, çfarë është produkti dhe çfarë është e ardhmja. Dhe unë rrezikun nuk e shoh nëse një shqiptar ngrihet politikisht apo një tjetër zhvendoset, sepse nuk është asnjëherë nuk është e përjetshme një parti në pushtet. Por çështjet më sensitive që janë në Maqedoninë e Veriut janë marrëdhëniet e përditshme. Pra përditshmëria në Maqedoninë e Veriut është ajo që e rrezikon vetë Maqedoninë e Veriut. Dhe nuk shohim që të ketë projekte të mirëfillta nga qeveria Mickovski
për afrimin e shqiptarëve, për promovimin e shqiptarëve në art, në kulturë, kështu me radhë. Pra, duket ajo ndarja që shqiptarët... Ndoshta e ka parimin që t'i lëj aty të ngucur në çajir, aty do në të ngjeshur. Po kjo ka një rrezik shumë të madh. Pra, ajo ndarja që tentoi ta bëj Gruevski edhe me figura dhe me mure, me ato pallatet e mëdha që bëri, që e la çajirin si një korridor, pra si një lagje të duke më shumë si një lagje vjetër alla turka, se sa t'ishte një qendër që dikur shqiptarët kanë qenë në qendër. Tërmeti më i madh që ndodhi në Shkup, në fakt, dikush ishte. Tërmeti që u bë shqiptarëve, po, sepse në emër të tërmetit... Deri në atë vit, Shkupi ishte qyteti më i madh shqiptar. Dhe në emër të tërmetit, Lirë, dhe ju ftoj të studiohen dhe kush t'i studioj këto dhe t'i nxjerri, edhe nga arkivat. Në emër të tërmetit dhe të rindërtimit të Shkupit, u shvendosen shumë prona dhe shumë shqiptarë nga Shkupi. Po kjo është një çështje tjetër. Unë po them këtu, jam shumë i sinqert kur flas, sepse për mua është shumë e rëndësishme që Maqedonia të jetë një shtet funksional, një shtet europianist. E qartë. Qa po ndodh aty, ka tendencë për të bërë pjesë e botës serbe, çfarë është konflikti me Bullgarin dhe do ta shmangin apo jo, dhe kam të drejtë unë në perceptimin tim kur them domun që raportet e Bullgarisë me Maqedoninë janë si të Greqisë me Kipron? Apo janë kombë më vete, janë... Jo rastisht përmenda pak më parë interesin e madh të komunitetit ndërkombëtar për ruajtjen e Republikës Maqedonisë, sepse edhe për shkak të historisë dhe Ballkani, siç thuhet, prodhon shumë më tepër, prodhon histori me tepëricë, dhe Maqedonia është rasti tipik i një republike e cila edhe përgjatë krijimit të saj, qoftë si republikë kur bën në përbërje të ish Jugosllavisë, po edhe më pas kur është përbë, e ka pasur këtë lloj, si thosh, fatalitetit historisë brenda. Pra aty kanë qenë bullgarët që kanë pasur pretendime për shkak të historisë dhe të marrëdhënieve të hershme me Maqedoninë, Greqia po ashtu për shkak të emrit dhe natyrisht shqiptarët që kanë qenë një element i hershëm i atij territori ku sot është Republika e Maqedonisë. Perspektiva e Maqedonisë, veçanërisht pasi u bë pjesë atij termi diku gjeopolitik, diku gjeografik, siç ishte Ballkani Perëndimor, që jo rastisht u quajt -8+1, pra iku Slovenia dhe pastaj mbetën ish Republikët e ish Jugosllavisë plus Shqipëria. Brenda këtij përcaktimi, Maqedonia pati një ngërç shumë të madh lidhur me emrin, që ne e dimë tashmë, i cili e kushtozoi Maqedoninë në antarësimet e disa organizatave. Te i kalua, tani ka ngërçin me Bullgarinë që i vë veton për shkak se duhet të ketë në kushtetut të drejtën e bullgarëve në Maqedoni. Dhe kjo do të i kalohet apo jo? Kjo tashmë është ende, si thua, ka ngjitur pezull, sepse dhe vetë Bashkimi Evropian nuk po investohet shumë në këtë pjesë, edhe në turin që bëri kryekomisionera van der Leyen, dhe të duket paksa është një paradoks edhe në vetvete, nëse kemi parasysh rëndësinë që ka ish rajoni ku ishin Republikët e Jugosllavisë, dhe të lihen konflikte të tilla të ngrira qoftë edhe për shkak të dëshirës së një vendi antar siç është Bullgaria, sepse kërkesat të tilla ringjallin, mos harrojmë që kemi Kroacinë që është vend antar dhe nuk e dim se çfarë raporti do ketë nesër apo Sloveninë apo vende të tjera, për të ngjallur, si thua, dëshira apo realitetet të cilat i përkasin historisë. Maqedonia e Veriut, në momentin që ne po flasim, pjesën e procesit integrimit e ka ende pezull për shkak të vetos bullgare. Ne dim tashmë që Bashkimi Evropian dhe për shkak konfliktit... Në këto zgjedhje, qa u lat kuptohet? Do t'i pranojnë kushtet e Bullgarisë, apo do vazhdojnë... Besoj që qeveria e Maqedonisë, e kryeministit Mickovci, do vi momenti që do të merret me këtë çështje. Pra ajo është një çështje që është mbi tavolinë dhe duhet të ketë një zgjidhje, dhe natyrisht ndërmjetësimi ndoshta i Bashkimit Evropian mund të bëjë që kjo zgjidhje të kapërcehet, se mos harrojmë edhe një fakt tjetër, në 2015-ën, vetë ndryshimi i kushtetutës ose përpjekja për ndryshuar kushtetutën e Maqedonisë u bë subjekt një tensioni shumë të madh politik në Maqedoni që provokoi zgjedhje parakoshme dhe edhe madje deri dhe konflikte në brenda arenës politike maqedonse. Kështu që nuk do jetë kaq e thjesht edhe përcaktimi. Madje
Ne e dim tashmë që një nga arsyet që VMRO të punë erdhi në pushtet, erdhi pikërisht me këtë premtim, që nuk do ta shtynte më tej këtë kërkesë të Bullgarisë përkundrejt një premtimi që kishte bërë Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Por e përmend edhe pak më parë, kjo për faktorin shqiptar, pra ngecja e procesit të integrimit të Maqedonisë Veriut përsa i përket anëtarësimit në Bashkimin Evropian, është një kosto që e paguan edhe faktori shqiptar atje, sepse çdo avancim, çdo ecje më tej e Maqedonisë nënkupton edhe për shkak të grup kapitujve, veçanërisht ato që lidhen me kriterin politik të drejtave të njeriut, për të gjithë elementet që nuk janë të shumicës, ka kritere të tjera. Nga kjo pikpamje, besoj që edhe zoti Ahmeti ka bërë të mundur 2 herë të provokoj zgjedhje, një herë kur Maqedonia nuk u pranua në NATO në 2008 dhe herë më pas edhe lidhur me mungesën e refuzimit për të ecur përpara në procesin e integrimit, kështu që unë gjykoj mbas këtyre zgjedhjeve, qeveria e zotit Mickovski, nëse nuk do të shkojë në zgjedhjet parakoshme për të kërkuar një fuqizim të shumicës së tij parlamentare, gjëse unë në gjykimin tim nuk e shoh paktën të mundur ose të arsyeshme që ai ta bëj në këtë moment, do t'i duhet të rikthehet këtij momenti, sepse edhe elektorati Maqedonas, përtej faktit që ka pasur shumë kundërshti në raport me qeveritë paraardhëse, mos harrojmë që një nga temat më të mëdha të debatit politik në Maqedoni, edhe në zgjedhjet lokale, ka qenë korrupsioni. Madje edhe midis partive shqiptare ka pasur akuzat të ndërsjellta për mënyrën se si janë sjellur ata gjatë momentit që kanë qenë në qeveri, por edhe brenda partive politike maqedonase. Ndoshta mos harrojmë edhe këtë element. Kështu që unë gjykoj që momenti që zoti Mickovski, qeveria e tij, do të rikthehet çështjes së integrimit, pra që ka ngecur me vetën bullgare, do të shikohet se çfarë kapërcimi ai do të bëjë. Ndërsa përsa përket pjesës me Rusin, unë gjykoj që vetë Republika Maqedonisë së Veriut, edhe për shkak pranisë të faktorit shqiptar atje, nuk besoj që mund t'ja lejoj vetes të bëj kthesa të tilla. Më fal, në vim të kësaj, më vjen keq të them, po Republika e Maqedonisë së Veriut sot është në një influencë dhe ndikim shumë të madh të Aleksandr Vučić. Ndikime mediatike, ndikime të tjera, deri dhe marrëdhëniet financiare. Ndikimi rus sigurisht që është nëpërmjet kanalit serb dhe të gjendur përballë presionit bullgar, me sa duket, njerëzit e VMRO-s, Mickovski mendon që në një aleancë me Vučić mund të krijojë një baraspeshje dhe mund të mbaj gjallë fuqinë e vet politike. Të lutem telegrafikisht se jam në fund të emisionit. Po, është Ma shpjego si mundet donë që një parti e krijuar mbi një shekull para, si parti nacionaliste bullgare, përfundon donë anti-bullgare dhe jo me sy nga Sofia, po me sy nga Beogradi. Çka ka ndodhur? Shiko, është thjesht kompleks, i tyre ata duhet me mbajt shtetin kështu siç është. Sepse kjo temë do një emision më vete, Ilir, të ta shpjegoj se sa delikate... Aty shkon partia, shumë e thjeshtë. Jo vetëm partia, po sa delikate është, sepse duke qenë aq të lidhur, njohja e kërkesave bullgare në një farë mënyrë është bën gjithë retorikën dhe gjithë platformën mbi cilën është ndërtuar kjo VMRO e viteve të fundit. Sepse ajo VMRO që ti mendon ishte që me Gjergjevskin që humbi dhe u tret si parti. Partia e re u orientuar tek një Maqedoni e maqedonasve jashtë ndikimeve bullgare, shqiptare, greke. Tani, në qoftë se pranohen ata... Regjia, ju lutem më lidhni me Kreshnikun se nuk do pyes ambasadorin se do m'japi përgjigje politikisht korrekte. Kam një element shumë jo, më dëgjoj të lutem don. Ka kom Maqedonas don apo kom bullgar? Ç'a është ajo? Ç'a ka ndodhur? Ç'a është kjo alkimi që ka ndodhur aty, që duket se është thelbi i gjithçkaje, që niset don me sy nga Sofia dhe përfundon në sqetullat e Beogradit? Problemi më i madh është që shqiptarët atje nuk po mundet të realizojnë atë që po bëjnë maqedonasit, të cilët kanë edhe krizën e identitetit tyre kombëtar dhe gjejnë si mekën e tyre Beogradin. Ndërsa shqiptarët
nuk kanë mekën e tyre Tiranën, shtetin shqiptar. Dhe Maqedonasit janë treguar shumë strategë dhe të mençur në politikën se si kanë ndërtuar shtetin e tyre, duke qenë shteti i vetëm në Ballkan i cili nuk ka decentralizuar pushtetin lokal, qëllimisht duke orientuar shqiptarët drejt bajraktarizmit dhe provincializmit të tyre, i kanë lënë ata dhe i ushqejnë ata me pushtetin lokal në katundet e tyre, por nga ana tjetër, pushtetin lokal, ndryshe nga Shqipëria, Kosova, Serbia, Malezi apo Kroacia, nuk e kanë decentralizuar dhe pushtetet lokal, komunat atje janë shumë të varfra, detyrohen që të aplikojnë për fondet në qeverinë qendrore. Pushteti Maqedonas në Maqedoninë e Veriut nuk i ka afruar shqiptarët dhe t'i ketë bërë pjesë e ndarjes vendimarrje në pushtetin qendror, po i ushqen ata me kockat e bajrakut dhe feudalizmit tyre nëpër komunat në të cilat ata janë përqendruar dhe kështu ata i kanë lënë të prapambetur dhe sot jemi në një realitet të diferencës që kanë. Pse i han kockat? Se për shembull mundet donë që mos vetë kërkoje ligje, kur kishe donë fuqinë vendimmarrëse dhe bllokuese të shumicës, mund mos kërkoje donë le të themi ligjin e kazinove ose të fatit. Po të kërkoje ligjin e gjuhës shqipe apo jo? Ja kanë arritur qëllimit, pra ata kanë forcuar shqiptarët që kanë në kontroll. Falenderoj ty, falenderoj të tretës ftuarit në studio dhe ata të pjesës së parë. Ky ishte emisioni për sot. Rishjemi të hënën tjetër. Natë e mirë të gjithëve.